Me mbylljen e raundit të dytë të aplikimeve, Universiteti i Shkodrës ka thuajse të njëjtin numër studentësh me një vit më parë, me një rritje thuajse të papërfillshme prej 15 aplikimesh. Nga të dhënat që ne kemi për raundin e dytë sa i takon aplikimeve, ne kemi patur në raundin e dytë, falni 2088 aplikime, nga 2073 që ka qenë vitin e kaluar, pra një rritje në aplikime shumë e lehtë. Por që sa këto aplikime do përkthehen në regjistrime, do ta shikojmë midis datës 29 që ka 20 deri me datën 8 tetor. Ky është raundi i dytë. Pas raundit të dytë, ne do kemi një raund të tretë i cili është i lirë. Pra çdo maturant është i ftuar të vijë pranë universitetit ton me kushtin që të jetë në portalin U Albania. Dhe ky raundi i tretë është midis datës 13 tetor dhe 24 tetor. Me fjalë të tjera, nëse ne marrim parasysh regjistrimet e maturantëve nëpërmjet portalit U Albania, plus trojet, kotat që kemi për trojet dhe transferimet apo programet e dyta, ne bilancin përfundimtar sa i takon numrit të studentëve të regjistruar në programet bachelor dhe në programet me karakter profesional, ne ta bëjmë me datën 24 tetor. Pra, ky është cikli i parë i studimeve. Cikli i dytë i studimeve ka nisur aplikimin, përfundon me datën 3, dhe midis datës 3 pastaj deri datën 17 ne do kemi shpalljen e fituesve, dhe pastaj midis datës 17 dhe 27 ne do kemi numrin real të studentëve të ciklit të dytë, pra master i shkencë dhe master profesional. Ndërsa në ndajnë pak ditë nga nisja e vitit të ri akademik, rektori Tonin Gjuraj i bën apel pushtetit vendor dhe atij qendror të mundsoj investime të reja për përmirësimin e kushteve infrastrukturore. Kemi bërë përpjekje që pushteti vendor të mund të kontribuojë qoftë edhe në disa punë, në disa rikonstruksione të ndonjë prej godinave të cilet ne kemi të pamundur pra të përdorim buxhetin ton. Natyrisht pastaj ka patur dhe kërkesa të tjera për zgjerim të hapësirave për këtë institucion me 2 godina që unë i kam përmend disa herë, edhe insistoj, gjë të cilën do t'ja bëj të ditur edhe ministres ditën e hane, për pranë Fakultetit Shkencave të Edukimit, ose godina e ish sanatoriumit, ose ish spitalit neuropsikiatrik, por pastaj nëse qeveria do parashikojë një projekt shumë të madh për Shkodrën, kjo metet për të parë, sepse natyrisht kjo nuk është në dorën tonë. Viti i ri akademik që nis me 6 tetor do të çelet me praninë e ministres së re të arsimit Mirela Kumbaro, bëri me dije Gjuraj në prononcimin për mediat përpara nisjes së mbledhjes së Senatit Akademik të Universitetit Luiz Gurakuqi.